në presidencë u zhvilluat ceremonia më qesharake, më komike, më banale e 35 viteve të fundit. Riformatimi i qeverisë me klonimin të klonuar nga Lubi Balluku shënon krimin permanent në vazhdim. Shënon përpjekjen për të trashëguar nëpërmjet krimit dhe vjedhjes shqiptarëve. Të gjithë të emëruarit pa përjashtim janë të lidhur një me një fije me korrupsionin më të lartë qeveritar. Kanë firmat e tyre në aferat e mëdha korruptive të vendit në fushën e infrastrukturës, në fushën e energjisë dhe në fusha tjera. Sot, më shumë se kur, Bajrami i presidencës u bë haram i presidencës, me firmat që vendosi, me mungesën totale të guximit për t'i hedhur poshtë propozimet. Ai u bë pjesë e një krimi permanent, të vazhdueshëm. Ndaj dhe ky akt e bën të domosdoshëm largimin e menjëhershëm të Edi Ramës nga pushteti.